nuk po kërkojmë luksus, po kërkojmë vetëm gjanat elementare që vërtet për kohën e sotit janë thelbësore. Ko lagje si kanë asfalt dhe në livadhe. 11 shtëpi të lagjës Muriqi të fshatit Dardanin e Pej po ankohen për infrastrukturën rrugore. Banorët thonë se disa herë u detyruan që këtë rrugë ta shtrojnë vetë, ndërsa komuna ju premtoi disa herë zgjidhje. Mirë po deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë. Këtu jemi gjithsejt 11 familje që nuk kemi as rrugë të asfaltuar, po as të paktën as të shtruara më zhavare. Kemi probleme të shumta gjatë udhëtimit, sidomos fëmija në shkollë, pa dalë fare në rrugën që është asfaltuar, këtu bëhen ose me baltë ose me ujë, domethënë dihet se tonë dita ju kalon në gjendje të tillë. Pa duke i marrë parasysh se prej këtu hujta dhe shkollën e kemi shumë larg, shkolla është afërsisht 3 kilometra. Fëmijët tonë duhet më nisë domethënë një orë më herët se ata, gjatësinë e dinit është edhe terr. Domethënë duhet për shembull me marrë me mbikëqyrje me që deri në rrugë të asfaltuam, edhe me prit nëse dikush e ka mësimin gjatë orëve të mazitës, prapë me dalë me marrë edhe me i prunse. Domethënë për ndryshe është pa ndriçim, pa asfaltim, në Murdzu një vend për shembull mbetet që aty një fëmijë i vogël se është e pasigurt rruga. Kemë shtruar këto rruga me zhavar në një mënyrë edhe pak premtimet e tyre na kanë lënë që të vinë edhe deri në këtë gjendje, se na përpara i kemi mirëmbajtur më shumë. Po duke pasur nga këto rrugë tjera që i kanë përgatitur dhe i kanë shtruar me asfalt, ata e kanë heqë, domethënë zhavorën e kanë ngrit pak nivelin, e kanë rregulluar më mirë. Thoshim pse të nxjerrim, se ata duhet diku na prapë me hull diku. Edhe për atë arsye, domethënë këto kanë mbetur në këtë gjendje. Unë do doja të jem barabartë edhe me banorët e tjerë të fshatit. Është një gjë elementare, është një gjë bazike. Do doja që të kenë mirë kuptim të na shtrojnë këtë rrugë tona, nuk është vetëm një rrugë, janë 3 rrugë. Edhe nuk po kërkojmë luksus, po kërkojmë vetëm gjanat elementare që vërtet për kohën e sotit janë thelbësore. Na duhet për shemb shkollë ndriçim, duhet me dalë të autobusi, me prit fëmijë, me marrë shkokuj terrë për shemb, ku avjerë, si janë borë. I kemë bërë kërkesa 100 milion me euro, përfaqësuesit fshatit, që më shumë komune vetë direkt, që më shumë ta agrone si drejtori i urbanizmit që është aty, ketë kryme. S'kanë marrë, thonë, po, e ketë kryme, që tash e kryme që tash, që 5 vjetë, për 10 vjetë vinë e masin, thonë, tash jemi krye tash. Tash jo me që shtu, nuk e di pse, arsyeja pse. 3 shtëpi jem qëtu, këta Moreqt, është një musliman atje i Farasimit, tjerë tonë dhe jo kanë krye asfaltit, tonë komplet. Ju tregu që në lagje tjera ka edhe ndriçim dërsa vetëm juve? Ka ndriçim, ka lagje si kanë asfalt dhe në livadhe, të na jo. Në përgjigjen zyrtare të komunës së Pejës, thuhet se komuna ka ndarë buxhet për këtë rrugë dhe janë bërë vlerësime teknike, ndërsa këtë vet pritet të përfundojnë këtë rrugë nëse nuk ka probleme pronësore. Ka nda komuna buxhet për rrugët e fshatrave të lagjeve, përfshihen edhe këto rrugë dhe shumë të tjera. Dhe ka vlerësime teknike për këto rrugë. Këtë vit do të përfundojnë këto rrugë, nëse nuk ka probleme pronësore.